Enver Hoxha se bëri. Ishte dogmatik? Nga analizat që kam bërë unë dhe që e kam parë dhe kam shkruar edhe në libër deri diku është që ai kishte një inner konflikt në funksion të ambientit, të shoqërisë dhe të unit të tij. Kishte karakter psikologjik mbretëror, si mbret. Se unë kam parë nga afër, ta dish. Ka një fakt interesant, avokat, duke marrë shkas nga edhe në mënyrën se si fliste, kur e ka filluar ai atë karrierën, fliste shatrapatra. Po ta shikoj ato 45, 46, pastaj e mori hyri në siç duket, mund të ketë përdorur të folur në skenik. Do të thonë, të ketë studiuar për të folur në skenik edhe me ndonjë ekspert. Dhe mori të folur në skenik. Ka një fakt interesant. Nëse sheh menun e librave që ka lexuar më shumë Enver Hoxha, unë jam marrë në një pjesë të kohës me këtë episod, në librat që porosiste ose librat që lexonte më shumë, për shembull, kishte gjithë kolanën e librave çfarë ishte shkruar për Napoleonin. Po, donte ata të gjithë historitë e sultanëve të perandorisë otomane. Me nënvizime, me... Ashtu që? Dhe një fakt që është interesant, sepse janë të ruajtur në arkiv, menuja e këngëve që porosiste, e muzikës që porosiste, përmes drejtorisë shërbimeve qeveritare, drejtoria pritjes që quaj, ose ambasadë. Drejtoria speciale, pa. Po, dëgjonte Wagnerin. Po e di. Nuk diskutojë, sa të kam qenë. Por problemi që ndronë, ai kishte krijuar një autoritet absolut. Po kur krijoi autoritetin absolut, ishte brenda normës të një pushtetari. Kurse ai degeneroi në ato momente, për të gjetur një fjalë tjetër, ai degradoi në ato momente kur i hyri frika se do ta rrezonin. Mbas kongresit të 20 në Rusi. Sepse modeli që ndodhi me vendet e lindjes... Dhe ngeli vetëm ky stalinian. Ikën gjithë stalinianën. Ky mbeti, edhe ky do ikte, se e thritë në Moskë, e thanë jep dorëheqjen. Sa unë ti nga brenda. Ky u kthye nga Moska këtu dhe goditi Moskën. Se duhet kemi parasysh një gjë. Hoxha nuk ka ndonjë kapacitet i madh statist. Po kishte intuit të madhe politike në funksion të luftës politike. Ndërsa kapacitetin statist e plotësonte Mehmet Shehu dhe ekipi i tij i qeverisë. Mirë, pastaj ishin të tërë ata, por ne po flasim për Enver Hoxhën, se Shehu ishte tjetër karakter dhe tjetër intelekt. Ky kishte këtë, që pozicionoi si car, pozicionoi si mbret absolut, edhe në bisedë, edhe në tezëri, edhe në mënyrën se si flet. Kuptohet që ka pasur, është strukturuar me kështu kulturë skenike. Kishte kulturë skenike? Aktronte. Urdha? Aktronte. Aktrim, pa. Kulturë skenike. Avokat, ju jeni... Ku e kishte marrë dhe ku se e kishte dhënë, nuk dihet, pa e kishte mundësi të... Ju keni patur rast të atakoni ndonjëherë? Po, disa herë. Që ndjesi të linte? E qenë fëmija, po në moshë më të rritur? Mija nuk mund të gjenja dot ndonjë gjë, se unë isha atje artific. Unë ndodha se isha atje, jo se më kishte thritur ky. Dhe pastaj ai ishte individualist i madh, nuk krijonte ai ekip në konceptin familjar. Dhe ruaj shumë. Por lëvizjet që bëri dhe shkëputjen nga Rusia ishte nivel i lartë, se bën të do çdo njeri.